Këtë mbrëmje, moderatorja bukuroshe Kiara Tito ka ndarë me ndjekësit një moment të ëmbël dhe të ngrohtë pranë bashkëshortit të saj, fenomenit shkodran Louis Ailey. Në një atmosferë të qetë dhe romantike në një restorant elegant, çifti shfaqet teje të lumtur dhe të buzëqeshur përpara një darke të shijshme, ku detajet si ndriçimi, ambienti dhe prezantimi i ushqimit japin ndjesinë e një mbrëmjeje të planifikuar me kujdes. Kiara ka shoqëruar këtë foto me një mbishkrim plot humor dhe ngacmim të lehtë ndaj Louisit, duke shkruar: "Tatuazhin e ri më tha ta bëja vanish se do e tregoj vetë Louisi", një fjali që ka zgjuar menjëherë kurreshtjen e fansave. Nuk është hera e parë që çifti ndan me ndjekësit momente intime dhe të sinqerta nga përditshmëria e tyre, por çdo herë ata arrin të përcjellin një energji të pastër dashurie dhe mirëkuptimi. Louisi, edhe pse së fundmi ka kaluar një ndërhyrje kirurgjikale në këmbë, siç u zbulua pak ditë më parë, shfaqet në humor të mirë dhe duket se është në proces të mirë rikuperimi. Duket qartë që pranë Kiarës, ai po merr forcë e pozitivitet për t'u rikthyer edhe më fuqishëm. Nga ana tjetër, Kiara me natyrën e saj të qetë dhe plot elegancë, vjen të jetë mbështetja më e madhe për Louisit, si në aspektin familjar, ashtu edhe në atë profesional. Ata janë kthyer në një nga çiftet më të dashur të publikut shqiptar, jo vetëm për shkak të historisë së tyre të dashurisë që lindi para kamerave, por edhe për mënyrën se si e kanë ruajtur dhe forcuar atë pas daljes nga sytë e publikut. Fotoja e fundit ku ata shfaqen në një darkë të ngrohtë përçoi edhe një herë mesazhin se dashuria dhe harmonia familjare janë mbi gjithçka tjetër. Pavarësisht sfidave apo angazhimeve të përditshme, ata gjejnë gjithmonë kohë për njëri tjetrin dhe për t'i dhënë publikut një copës të vogël nga ajo çka për ta është lumturia. Nuk dihet ende se çfarë ka zgjedhur të bëjë Louisi si tatuazh, por megjithëse do të jetë një tjetër surprizë që do të komentoj gjatë në rrjetet sociale. Ndërkohë, ndjekësit mbeten në pritje të zbulojnë simbolikën e tij dhe mesazhin që fshihet pas atij vizatimi që ai e ruan ende sekret. Deri atëherë, ajo që është e sigurt është se Louis dhe Kiara po jetojnë një nga periudhat më të bukura të jetës së tyre, të rrethuar nga dashuria, familja dhe njëri tjetri.